Atëherë rikthehemi me bisedën në studio. Tashmë kemi kolegun Lavdim Pireva bashkë me neve. Sigurisht në fokus do të jetë Superliga e Kosovës, ka përfunduar pjesa e parë e kampionatit dhe rezultatet janë këto që janë me Ballkanin lider. Faleminderit shumë Lavdim që jesën me neve. Faleminderit juve, vëgjën është gjithmonë kënaqësi me kolegët tonë, me bashkëpunues tonë, sidomos me ty për herë të parë. E vërtet. Mirë që u taku, më të kena nisë u taku. E vërtet. Sot herë dita. Pyetja parë normalisht çka të befasoj edhe çka të dëshpëroj kur e këshyr tabelën e Superligës edhe fundin e saj. Këtë pjesën e parë. Më befasu për të mirë Dugaxhini. Besoj që Dugaxhini ka befasu këtë për të mirë. Ka shumë pikë. Për të keq Gjilani dhe gjërët e fundit, edhe Llapi se zakonisht gjithmonë llogaritën për titull, po gjithmonë po ngjet sidomos vitet e fundit. Dugaxhini befasia më e madhe, vani 3 deri tash me 29 pikë, edhe me ndryshim trajnerit, po u tregu ekip stabile, sidomos brenda fushë e jashtëzakonshme. Ndërsa për të keq Llapi trenerin e njëjtë ka qenë kohë, vetë bën transferimet, vetë bën ekipin, po pikë nuk po arrin me marrë dhe kur e shohim tabelën vani 71 pikë. 2 pikë më shumë se pozita që të largon nga liga. Realisht Llapi besoj që është dëshpërim. Dugaxhini, a duhet ekipi dhe kryesia në një farmasë mi falënderues me të munishit për ato që ka ndërtu? Po, se pak është kohë e shkurt për me pas ndikim trajneri i ri në Lojë. E vërtet, Munisha ka bën ekip shumë të mirë, një mix me lojtarë me përvojë edhe 3 që i ka inkuadru vitet e fundit, si Maliqi, Sufi, atjerët edhe janë ato që një kohë tash Pevçeli, Bastriu, Shtrimgashi transferi i ri, që le futbollin tonë në vlerë besoj. Pastaj Altin Merlako që një kohë gjatë nuk ka gjenë njëri shtëpisë, lideri e ekipit, po besoj që Dugaxhini është ekip që shumë shtirën poshtë, ndoshta më shtirën në Superligë. Edhe për këto ka merita. Nuk kanë poshtë Ballkani. Jo, Ballkani poshtë konkurrent shumë të fortë ose në poshtë. Po ato në klinë me mor barazim është sukses, e limo me fitu. Por është mëna luajn jashtëzakonisht fort, që mungon të shumë ekipe dhe na loja fort. Ata janë ekipi që luajnë më fort shumë, më fizik se krejt. A të befasoj trajneri i ri i Ballkanit Karoglan me lojë që ka shpos deri më tani? Shumë ndryshe Ballkani. Shumë ndryshe, asnjë humbje, vetëm një barazim, tjerat këtë fitore. Ne e ka nisë shumë mirë, domethënë kulmi të mirës ke po besoj lojë me Prishtinën, edhe pse kanë disa avantazh 1-0, nuk u dorëzuan lojën shumë mirë, krijuan shumë, e fituan 3 në ndeshjen, është një trener kur ja shikon CV-n në klubet ku ka punu, Sherif Tiraspolli, Hajduk Split, mos gaboj shake. Po. Thon e vren që ka një karrierë shumë të mirë dhe është në moshë 3. Ale se të na mund me ardh trajnera me CV të fortë, po si Kavalli për shembull, kur ja këshyr ekipet që i pat stërvit Kavalli në rinit vet, thu ky vjen sakaton këtu. Po, kur vjen mosh mi 65 vjet është problem, se edhe të na liga nuk është për mu në vlerësu, shumë në vlerësojmë, po nuk është ligë fort, konkurruese, që çdo ekip mund me mujtë se cilën. Prodhon futbollist. Edhe prodhon shumë, sidomos kohën e fundit, që na u kanë qenë dyrt, çdo vit po kena transferime 5-6, po besoj që ky trend ka më vazhduar, ndoshta çdo vit ka më shku 10. Transferin vet kena mujtë me bë, sepse ka lojtar shumë interesant për kampionate jo elitare në shtanë, top 10, po për kampionate dyta. Rumani, Kroaci, Poloni, Turqi Liga 2, Turqi do ekipe që janë ma ka poshtë, domethënë po ty t'japet mundësia tani, nëse tregon vetëm. Pre aty në shumë alet del jashtë, absolutisht, po besoj që jena treg interesant, të pas parasysh edhe çmimet e lojtarëve që i shesim nuk i kemi shumë shtrejt, besoj që ne rrit këtë standard, absolutisht po. A mendon që në fund ka me dalë mirë Prishtinës edhe Drenicës që i kanë ndru trajnerat? Ato ka duk në realitet kjo e Prishtinës pak befasi, apo e ke pas një vandjenje më herët që ka me ndodhë diçka? Që është interesant. 4 ekipet e para e kanë ndru trajnerin. 50 ekipeve, 8 e kanë ndru, njëna nuk e ndron kur. Llapi. Po, edhe Drita që është kampion edhe që në Evropë patë curit mirë, domethënë nuk pat nevojë
Disa të një besoj që ju ka shku me anja me në rrugë dhe kanë këshyrë në treg një ku. Po, si pas informatave që i kam, po e kam po që ma mirë se me Zekria Ramadonin nuk ju del. Tash në realitet edhe ju dul, se në Evropë ecën në play-off, dhe me thonë në arritje shumë e madhe, besoj që punën më të madhe aty ka trajnerë dhe lejtarë, sakt. Në arritje shumë e madhe për klubin edhe për futbollin tonë përgjithësi. Do me thonë, 8 ekipe kanë ndru trenerin, disa kanë ndru 2 herë, për shembull Prishtina e Re kanë ndru 2 herë. Po. Teriza e kanë ndru 1 herë, Drenica 1 herë, Gjilani, Malisheva 1 herë, Dugagjini 1 herë, Prishtina 1 herë dhe Ballkani 1 herë. Do me thonë, 80% e ligës i kanë ndru trajnera. Gjysa sezon. Pa mbaru gjysa sezonit, edhe në ndeshje e kena, Arameno, dhe me thonë, ka, te na, e këmë thonë edhe ma herët, na jem, më besoj nësë një klub, ja besoj punën një trajnerit. Do të më qëndru mrapa. Do të më besu ma gjatë. Absolutisht, dhe me thonë, nëse trajneri e ka besimin e klubit kryesis, atër është shumë probleme me kriju situata të palakmueshme në mbrana ekipit. Do të thonë se edhe lojtarët e vrejnë kur trajneri ka besimin dhe kurse ka. E po besoj që të na mungon kjo, do të thonë, ndoshta një trajner bojnë 2 javë dhe të marrin, po mëna 3 ditëve prishin gjithçka që kanë ndërtuar në asaj periudhe. Në asaj periudhe dhe i kanë kryer bisedime dhe i kanë arrit marrëveshjet edhe këtë këto. Besoj që më shumë vjen besim te trajnerat, edhe se na pak jena në zetë kështu dhe të ekipe jena, po para se me janis kampionati, Prishtina Re pretendon me shku në Evropë. Është viti i parë që jenë ligë, pretendimi tyne, Drenica kthehet Super League pas një periudhe gjatë mungese. Këshyr Evropën, Ferizaj vjet afrohet, menen që edhe si vjet është letë, a bedin, do me thonë, Lapi që ashtu me gjithmonë me pretendime për Evropë, Gjilani mos flasëm, se pe i fundit jam të i thonë. Po, sa. Drita dihet, tash Malisheva, po besoj kur të merr një trener, dejte atë idenë që ka për lojën, për çka dën pe ekipit, i vjen një kohë. Trener shumë që nuk presin. Mas pari kanë bos problemet e Prishtina Re, kur kanë ndru trenerin. Është një trener që i ka kalu me ta ligën pe ligës 3, pe ligës 2 në parën, pe të parës në Super League. Jo, kur gjë e ka njoftë ekipin në Ka njoftë ekipin edhe mas 6-7 gjerove vendosen me kaq sot është Malishev. Tash është interesant, aja ka nisë me Prishtinën e Re. Tash është te Malisheva. Do me thonë, janë sene që ndodhen të na, do me thonë, ekipi i fundit e hekve tabelës, e merë në ekip shumë analt, në këtë ekipin shumë analt janë nisë me performu mirë, i merë rezultatet, e lën Berisha. Pero tash të me të e këshyra ato? Po ti je tash në vend fundit, nuk e koni fundit kur e ke hek, se ka bos 6 pikë, mos ka bos ose 7, edhe shet që i fundit ke morë rezultate skandaloze, edhe shet që te Malisheva ja të performu shumë mirë, tash do dikur me qitë gjishtin kryat, me thonë, që ka bënë ma ku gabu ma pse heku ma. Me thonë që kjo është këtë ideja. Te Drenica, unë përbësoj se më vete për Drenicën. Po. Drenica u konë të lu futbol të mirë, Drenica prodhen. Pa morë parasysh me konë lunë, bilen qatë ndeshen kur u largu treneri Bilbil, lojtën mrena Boraz, ose 0-0, ose një, s'pedin cëllën. Ku sa raste i kanë pas? I kanë pas në raste, pe ty në 3 raste flagrante, tash treneri nuk më mësu me e gol. Jo, absolutisht. Unë besoj puna e tij është me pru ekipin dhe të raste. Qatën qatë lojë ka pru minimalisht 9 herë. Po, 9 herë, që ashtu diçka, 90, po kanë gjujt në port kështu dhe në konë pozita të mira, edhe tash është edhe ajo. Ti pe hek po kom pe bjen. Vedin, do me thonë, me pos pak edhe këto se ti veç me hek është let. Tregu është i madh, mund është me pru trenera plot, kena pru edhe na, kena bu eksperimente sa kena mujt. Bordari që në prënën është interesant, kur të menoj kështu se jamën, si CV, si... Sakt. Ka kalzu që mundet edhe në futbol Shqipnis, ka pas rezultate me vllazëni në kupën. Po, sa mundet më përshton këtë futbolin tonë është këtë tjetër sen. Se ndalon shumë. Shumë ndryshon futbol me futbolin Shqipnis. Atje primore kanë mos me pranu gol, na kemi primore me shënu gol. Besoj që ata dhe futbolli unë prodhon shumë lojtar të sulmit, se në Shqipni edhe transportojmë në Evropë ma shumë lojtar të nivelit tillë. Po të na dhe mbrojtësat i shet që jenë me dëshirë për me sulmu. Atje ki ekipët që të në kampionatin 30 stacionon se Italian. 38 gjera, 20 gola i ka. Po.
I ka morë 18 barazime. Ja, me mu e ka. Me mu e ka. Po ma tregon kohën edhe sa mujna me diskutu. Edhe për fund, dashna me të pyet, tashmë tradicionalisht e organizoni gjithmonë fund vit pjesën e shpalljes më të mirëve nga redaksia juaj, një veprim shumë i mirë. Çu shkoi kësaj herë? Mirë, 8 vjet po bën që prej realisht prej që kena shku në Magzeqire dhe shku me në Pereva, lojem. Ja kena nisë mi dhonë ma shumë hapësi futbollit vendor, Telegrafi e ka audiencën, e ka lezëshmërin, është portali lider besoj sa i përket lezëshmërisë. Edhe kena vendosur me shty futbollin vendor, basketbollin, sportet tjera, me konë drejtare hapën për çdo sportist, jo veç Kosovë, po në këtë botën. Po me veçanti futbollin, se shumë na besojmë që futbolli është sporti më i mirë në Kosovë. Hiç e gjodën që është e veçantë, realisht është një trajner që i ka prodhu sportiste kulmore, futbolli është në këtë Kosovën, e shumë veç në rajonin e Prishtinës sa shumë klube ka, sa shumë fëmijë, sa shumë, po besoj kjo u kon arsyeja dhe për momentet që kena ardhur, kena vendosur edhe mi bu formacionet zyrtare çdo lojë, se ja bojna deklarata trajnera, raportet e lojëve edhe i përcjellëm me formacion të javës çdo gjëra. Edhe kjo na ka bërë që në fund me vendos mi zgjedh se jo mos mi zgjedh edhe më të mirë. Çdo vit na shku të zgjeru. Këtë vit i kena dhënë 10 çmime. Pe portierit më të mirë deri te lejtari më i mirë është edhe çmimi i lexuesve që hin me mbas sondazhit me votu. Që këtë vit ka marrë mimi 30 e diçka mijë vota, Ardmonaj u zgjedh edhe për shikuesve edhe për neve lejtari më i mirë i vitit 2025. Po besoj që pa ka diskutim. Absolutisht. Realisht edhe federatës zgjedh na veç konfirmim. Po më shumë e bo ma herët, po e lam kësaj radhe pak ma stynë, se zakonisht para federatës e kena bo gjithë. Po e lam pas tynë, portier Fatën Maloku, mbrojtës Ekzon Bejtullahu, me sushor Albert Dabiqa, e realisht këtë shmimet shumica në shkute drita, sulmus Senat Djarovic, me 11 asistime 14 golla. Talenti vitit Arjanit Hasani Lapit, pas një sezoni shpërthy si me Lapin, si me Kosovën. Kjo është ajo që thamë edhe ma herët që na prodhojnë lejtarë që tujnë për parë dhe është një për tynë që po besoj që në verë veç ka me bo hapin e madhë. Lejtarën e vitit të femnat është viti 2 që zedhëm, Raca nga Dugazhini, shkoj çmimi për ta, pas një sezoni me 22 golla i pat dhe të asistime. Po mundohemi me vlerësu ma të mirë në futboll dhe pe vitit tashëm nështë dhe e zgjerojmë edhe në sportet tjera, normal me ndihmën e kolegëve tonë, e bojmë nashta një panel edhe këtë bashkë i vlerësoj ma të mirë. Faleminderit shumë Lavdim, ke kënaqësi me diskutu. Kënaqësi gjithmonë.